Ka edhe një keq kuptim me realitetin që ne po jetojmë sot. Ne po ecim me hapin e kohës, ne po ecim me atë çfarë po na imponon jeta moderne dhe nuk po i shkojmë në kundra këtij realiteti me parimet dhe moralet tona. Pra, ke dëgjuar ndonjëherë dhe sepse muslimanët pastaj fillojnë dhe i keq përdorin argumentet fetare në interes të epsheve të tyre, të egove të tyre. E dëgjon ti vllai musliman dhe thot, po pse thot ai, nuk ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam që muslimani më i fortë është më i mirë se i dobti? Po, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, po kjo nuk do të thotë që ti dalesh me kanatier të tregosh muskujt jashtë. Që un jam i fortë dhe un merrem me stërvitje. A nuk ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam që muslimani i pasur është më i mirë se i varfri? Po, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, por kjo nuk do të thotë që dalesh ti të demonstrossh me makinën tënde të shtretë, që shiko dhe ne muslimanët jemi të fortë, jemi gangstera, jemi të pasur. Pra, ti këtë gjë do ta tregosh kur është koha e duhur, në momentin e duhur. Je i fortë, po, vi koha për xhihad, shko atje. A je i pasur, po jep zekatin. Në ke xhamia, jep zekatin tek i varfër, jep sadakan. S'është nevoja të dukesh ti. Ti duku në sy të Zotit pa të pasur të njerëzve. Jepe me djatën pa të pa e majta. Pra nuk ke pse të shkosh me ritmin e asaj çfarë na ofron moderniteti.